Në ditën botërore të mjekut të familjes, vëmendja ndalet tek profesionistët që prej dekadash kanë qenë pranë komunitetit, duke ofruar kujdes dhe shërbim shëndetësor për qytetarët. Mjekja e familjes Hedije Bacaloku ndan eksperiencën e saj për 36 vite në këtë profesion. Të ushtrosh profesionin e mjekjes për 36 vite është një kënaqësi shumë e madhe. E kam dash qysh në fillim, qysh se kam marrë degën e mjekësisë. Është bëhet qysh në fillim një betim i Hipokratit që ne do të shërbejmë komunitetit ku jetojmë, unë nuk do ta kisha ndruar as si profesion tjetër. Gjatë këtij rrugtimi, kujtimet dhe përjetimet me pacientët kanë lënë gjurmë të veçanta në jetën profesionale të mjekës. Fillimet e punës time, unë kam filluar moshë 23 vjeçë dhe kam filluar punë në Koplik të Sipër. Aty roja e parë që kam pas ishte që më erdhi një gru me laringit spastik, që nuk merrte dot frym dhe jam detyruar që ta marr në obor spitalit dhe ja kam pa gjithë urgjencën në obor spitalit. U s'kam fjetë hiç gjithë natën derisa ka shkuar në shtëpi personi, nuk kam arrit me fjetë. Përvoja ndër vite ka treguar se përtej dijes profesionale, një mjek familje duhet të ketë edhe cilësi njerëzore në komunikimin me pacientët. Mjeku i familjes se herë duhet të ketë zemrën e madhe. Duhet të jetë i përkushtuar dhe të jetë gjithmonë gatishmëri për këtë do që ketë nevojë. Prej 36 vitesh në profesion, mjekja e familjes Hedije Bacaloku vijon të mbetet një figurë e rëndësishme në kujdesin shëndetësor dhe në marrëdhënien e afërt me komunitetin.